Organizata Freedom House ka publikuar raportin e lirisë për vitin 2014, duke vërejtur se gjendja e lirisë në mbar botën ka pësuar rënje për të 9 vit me radhë. Maqedonia gjendet gati në terr informativ dhe nuk ka liri të shprehjes së mendimit të lirë. Kjo konfirmohet në raportin vjetor të Freedom House të publikuar sot, ku Maqedonia është në grupin e vendeve pjesërisht të lira. Maqedonia shënon rënje në vlerësim për lirit politike në krahasim me raportin para prak të kësaj organizate prestigjioze për ndjekjen e demokracisë në botë. Pranimi i demokracisë si formë dominuese e qeverisë dhe një sistemi ndërkombëtar të ndërtuar mbi vlera demokratike në botë është nën kërcënim më të madh se në çdo pikë tjetër në këto 25 vitet e fundit, tha Arch Paddington, zëvendës president për hulumtim. Deri kohët e fundit, regjimet më autoritare kanë pretenduar të respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare, tha Paddington, po ai nënvizoi se sot argumentojnë për superioritetin e asaj që arrin sundimin një partijak, të cilët kërkojnë të hedhin jashtë kufizimet e parimeve themelore diplomatike.